Ne këtu jemi institucional, nuk mund ta vendosim ne kush njihet dhe kush nuk njihet. Avokati i popullit është votuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë. Të gjithë jemi detyruar ta njohim na pëlqen apo s'na pëlqen. Përndryshe jemi në shkelje të kushtetutës dhe kuadrit ligjor. S'është e vërtetë, ju jeni jurist. Ju jeni jurist. Mos më thoni gjëra që nuk i besoni as vetë. Nuk i besoni as vetë këto. Nuk jemi këtu për të bërë vetë gjyqësi, e për të shpallur ne kush është legjitim, kush nuk është legjitim. Ta dëgjojmë një herë dhe pastaj debatojmë. Uluni pra, uluni. Uluni. Nuk i kemi zgjedhur me kritere force kryetarët e institucioneve. As deputetët. Deputetët vinë këtu të bëjnë ligje, nuk vinë këtu të përleshen. Ai që është më i fortë e çan rrugën te Voltoria, kush është më i dobët nuk flet dot. Kjo nuk mund të ndodhë këtu. Nuk ka asnjë shans. Nuk ka shans të impononi kuvendit rendin e ditës. Nuk ka asnjë shans. Të paktën për sa kohë që jam unë këtu. Të paktën për sa kohë që unë drejtoj këtë seancë, nuk ka asnjë shans që të imponojeni ju të ndryshoni rendin e ditës me forcë dhe me të bërtitura. Uluni. Nuk jam unë personalisht, ju imponon rregulloria dhe vota e seancës. Votës së seancës plenare duhet t'i bindemi të gjithë, na pëlqen apo s'na pëlqen. Ju lutem, edhe unë edhe ju, natyrisht. Nuk është personale kjo. Zoti Bardhi, mos e trash zërin me mua, të lutem. Të lutem. Të lutem. Po, unë nuk jam edukatore. Unë s'jam edukatore. Edhe 5 minuta pushim, për qetësim, edhe për ajrim.